Vllaznia në futboll për femra është kurorzuar për të 12-ën herë kampione e Shqipërisë. Ekipi shkodran ka fituar me rezultatin 2-0 ndaj Partizanit në finalen e kampionatit që u luajt në arenën e Demave të kryeqytetit. Pjesa e parë u mbyll në shifrat e barabarta 0-0, pavarësisht rasteve të shumta. Krejt ndryshe do të ishte pjesa e dytë, ku fillimisht do të ishte Bajraktari që do zhbllonte shifrat dhe më pas Megi Doçi do të dyfishonte. Protagonistet kryesore të këtij suksesi u shprehen shumë të lumtur për fitimin e titullit të 12 kampion rradhazi. Patjetër është i gëzim sepse është mundi i madh gjatë i vitit, është i punë disa vjeçar që bën me këtë ekip, kështu që edhe fitimi i këtij titulli të gëzon, edhe pse është i 12 i rradhazi, edhe ky ka vlerë dhe ka meritet edhe kontributin e shumë njerëzve brenda. Është një titull që ne realisht e kishim në objektivin e fillim sezonit, një titull që mendoj ishte plotësisht i merituar, sepse gjatë gjithë sezonit ekipi tregoi një nivel të lartë, udhëhoqi gjatë gjithë kohës kampionatit, ishte në krye të klasifikimit, edhe në Final Four ekipi tregoi vlerat e veta. Normalisht jam i lumtur sepse janë 10 vite punë, 10 vite për kushtim, por kjo është fal menaxhimit të zakonshëm që bën presidenti, fal mirë organizimit që ka ky ekip, fal punës vajzave, fal punë stafeve që punojnë me këta dhe normalisht që vijnë edhe këto rezultate. Por megjithatë puna këtyre vajzave që janë pa lodhë na dërojnë ndoshta edhe në momentet nervozizmi që kena në trajnerat, por jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur. Po, natyrisht jam shumë i lumtur për këtë sukses, sepse është puna e vazhdueshme që ekipi jonë bën me lojtarët edhe me ekipin, e natyrisht që suksesi nuk mund të mungojë asnjëherë. Edhe këtë vit natyrisht u shpall me kampion. Them drejtën, nuk ka qenë as pak e lehtë, por në fund triumfuam dhe ja ku jemi këtu edhe një herë me trofeun në duar. Po, është viti i 9 që unë jam kampione me vllaznin. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për zgjedhjen që kam bërë tash 9 vite që vazhdoj me qenë pjesë e vllaznisë. 9 titull kanë rëndësinë e vet, ndoshta ky titull është pak më i veçantë për mua që vi mas një dëmtimi edhe kam luajt pothuajse shumicën e kampionatit edhe është pak më e rëndësishme për mua. Në këtë mënyrë vllaznia e femrave shpallet kampione për të 12-ën herë radhazi.